Ju përshëndes zonjas dhe zotrinj, mirë se erdhët në A2 sot. Do ta vazhdojmë bashk këtë transmetim maraton për të transmetuar tek ju çdo detaj të asaj çfarë po ndodh rreth godinës së parlamentit në këto momente. Pritet nga momenti në moment të fillojë seansa, ndërsa protestuesit kanë qenë prej orësh aty për të shprehur revoltën e tyre për pakënaqësitë që kanë ndaj qeverisë, por nga ana tjetër janë gazetarët tanë në terren, është Igli Çelmeta, Indrit Maraku, Anesi Baramemaj dhe operatorët që sjellin çdo detaj të asaj çfarë po ndodh nga këndet ndryshme pikërisht të kësaj proteste. Deri në këto momente nuk ka qenë as pak e qetë, duhet thënë. Për më shumë detaje do të vijojmë me lidhjet e drejtë për drejta. Është Igli Çelmeta që na sjell edhe detajet asaj çfarë po sheh në këto momente. Kemi edhe pamjet që transmetohen nga një prej këndeve të kësaj proteste. Igli, pse u pa aq e nevojshme nga policia të përshkallëzohej reagimi deri në përdorimin e bombërave të gazit lotësjellës apo të sprayt me piper? Kemi parë edhe autobotët me ujë që janë përdorur për të larguar protestuesit. Dhe si është situata aty ku ndodhesh në këto momente, të paktën përmes pamjeve duket më e qetë? Poloneta, situata është pak më e qetë tashmë, duke krahasuar me para pak minuta më parë, ku pati tensione dhe përplasje të ashpra mes policisë së shtetit dhe qytetarëve protestues. Fillimisht përplasja nisi për shkak se qytetarët protestues tentuan të çanin gardhin me efektiv policie për të kaluar përtej dhe për të protestuar para parlamentit. Aty pati përplasje, shtyrje dhe tensione mes efektivëve të policisë dhe qytetarëve protestues. Këto të fundit më pas filluan të qellojnë me vezë, me shishe ujë dhe domate në drejtim të punojësve të policisë së shtetit, e cila u kundërpërgjigj me 3 autobot me ujë, të cilët vijojnë të jenë ende të dislokuar në pjesën e hyrjes nga pedonalja dhe filluan të hedhin ujë në drejtim të protestuesve për të shpërndarë turmën. Por protestuesit nuk u ndalën, filluan të qellojnë me vezë në drejtim të policisë së shtetit. Protestuesit nuk u ndalën, filluan të qellojnë me vezë dhe me domate në drejtim të policisë së shtetit dhe autobotëve me ujë. Më pas policia ndryshoi strategji duke përdorur edhe spray me piper për të shpërndarë turmën dhe duke hedhur edhe gaz lotësjellës në disa momente dhe duke spostuar pra turmën e protestuesve, krahasuar me nisjen e protestës pra rreth orës 9. Tashmë turma është spostuar nga hyrja nga pedonalja për shkak të përplasjeve ku policia ka ofruar drejt tyre pra autobotin me ujë me qëllim largimin e protestuesve. Nga kjo përplasje ashpër pati disa qytetarë protestues të cilët mbetën të lënduar për shkak të gazit lotësjellës dhe 2 prej tyre u dërguan me ambulancën në drejtim të spitalit, ku njëri prej tyre kishte mbetur edhe i gjakosur. Madje qytetarë të tjerë protestues u lënduan në fytyrë për shkak të gazit lotësjellës dhe sprayt me piper, dhe në këtë moment pati dhe një shpërndarje të turmës dhe sërish qytetarët protestues u mblodhën përpara policisë pra tek pedonalja për të nisur protestën, dhe protesta vijon të jetë më e qetë krahasuar me pak minuta më parë, ku qytetarët me thirrje të Revolucion Shqipëri e Re dhe dorëheqje e kryeministrit Rama vijojnë për protestën e tyre. Gjithashtu, gjatë përplasjeve dhe tensioneve pati dhe efektiv të lënduar, ku sipas informacioneve nga policia deri tani kemi të konfirmuar faktin që janë të lënduar 2 efektiv policie, të cilët janë transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Ka tentativa edhe nga protestuesit për të agravuar edhe më tej situatën me përdorimin e mjeteve simbolike që ata kishin marrë me vete në këtë protestë, vezët, domatet, mielin, ujin, vajin.
Në këtë moment situata është me qetë. Loneta, protestuesit vjojnë të protestojnë me pankarta në duar dhe me thirrje kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama. Përplasje mes tyre dhe policisë së shtetit nuk ka pak minuta që situata është e qetë dhe deri në nisjen e seancës plenare, kur ka nisur të futen edhe deputetët në kuvend, protestuesit aty niset e përplasje e parë, tentuan që të çanin gardin për të shkuar drejt parlamentit, por tashmë situata është e qetë. Janë shtuar në numër protestuesit apo mjetet e përdorura nga policia kanë funksionuar për të shpërndarë të paktën disa prej tyre? Janë po të njëjtët protestues që ishin në fillim të protestës, edhe pse u shpërndan nga policia me autobot, me ujë, me gaz lotësielës dhe spraj me piper. Në ato momente pati shpërndarje të turmës për shkak se donin të shpëtonin pra gazit lotësielës dhe sprajt me piper, por pas tensionimit pra të situatës, por situata u qetësoi, grumbulluar sërish dhe janë po të njëjtët që nisën protestën në fillim. E qartë, Tigri, faleminderit për detajet, sigurisht ne do të vijojmë të komunikojmë me njëri tjetrin për transmetuar çdo detaj. Dua të zhvendosem në këtë moment te Indrit Maraku për të na treguar pak më shumë edhe se sa të sigurt kanë hyrë edhe deputetët në seancë, pikërisht në sallën e seancave plenare ditën e sotme. Kemi parë deputetët e Partisë Demokratike apo një pjesë të grupit parlamentar të udhëhequr nga zoti Berisha, duke shfrytzuar këtë parakalim drejt sallës së seancave dhe për dhënë një mesazh për mediat, apo jo, Indrit? Po, është vërtet, sa të sigurt të fakt të po shikoni dhe në këto momente, zgjerimi i perimetrit i ka mundësuar deputetët si të mazhorancës dhe të opozitës si ta kenë shumë më të lehtë aksesin në ambientet e sallës plenare të kuvendit. Hyrja dytësore nga krau i Toptanit është kjo që shikoni në këto momente dhe sidomos pjesa e kalimit nga ana e pedonales, pra aksesi nga krau i le të themi Ministrisë së Brendshme, ka qenë shumë i lehtë për deputetët që të bëheshin pjesë e punimeve të kësaj seance plenare. Sigurisht dhe hyrja tjetër, ajo që njihet si hyrja kryesore nga krau i Selis, ishte për të politik. Ka qenë le të themi mjaft lehtësisht e aksesueshme, ndërkohë që pritet nga momenti në moment që të nisë dhe seanca plenare e parlamentit. Deri në këtë momente ka pasur vonesa e kësaj seance lidhet me le të themi ato diskutime që kanë qenë në konferencën e kryetarëve. Sa i përket të rendit të ditës, një rendite që më tepër ka të bëjë me kërkesën e Partisë Demokratike. Pra ky diskutim për rendin e ditës dhe për kalendarin ka qenë më tepër i fokusuar tek kërkesa e Partisë Demokratike për të shtyrë me 3 muaj punimet e Komisionit të Reformës Territoriale. Partia Demokratike ka kërkuar më shumë kohë pasi nuk ka ezauruar punën, është kundërshtuar fakti që është dërguar këtu, por shikoni një përplasje me gardës dhe deputetit Agron Shehaj, nëse arrita e shohim përmes pamjeve, Indrit. Dalloj apo Erald Kapri, nuk jam shumë i sigurt në këtë momente, sepse është duket sikur është zoti Agron Shehaj që nuk po lejohet në këtë momente. Nga Garda e Republikës që të lejohet të futet në ambientet janë që tjetë zoti Shehaj, por do ta është e paqartë në fakt nga pamjet, pavarësisht se është edhe zoti Kapri i pranishëm. Ju garantoj zoti Shehaj, sepse zoti Kapri është me mishën e bardhë pak më tutje. E shohim përmes pamjeve. Ndërkohë që vetëm para këtij momenti, pak sekonda para këtij momenti, ndoshta gjatë raportimit tim e dëgjuat që këtu në oborin e seancës plenare u dëgjua dhe plasja si një kapsol, nuk e di nëse 2 momentet kanë lidhje apo jo, ndoshta mund të jenë të pa lidhura me njëra tjetrën. Mbetet ende për të konfirmuar ajo zhurmë që dëgjuam, në fakt se çfarë ishte. Gazetarët po afrohen në hyrje të parlamentit, por do ta sqarojmë edhe këtë situatë në vijim. Indrit, do doja të ndalesha pak edhe tek mesazhi që përcolli zoti Berisha për mediat në hyrje në momentin që ju drejtua së bashku me një pjesë të grupit parlamentar pikërisht sallës së seancave.
Po, thjesht për kompletimin e raportimit, duket sikur arsyeja e ndalimit të deputetit Gronshej lidhet me faktin që ka një urdhër për mos lejimin e tij, ndoshta është ende në fuqi dënimi që mund të ketë marrë zoti Sheha. Ndërkohë që lidhur me pyetjen tuaj për mesazhin e zotit Berisha, mesazhi i zotit Berisha lidhej pikërisht me këtë, le të themi, shtetërrethim në thonjza që i është bërë ambienteve të seancës plenare, forcat shumëta policie që mbajnë larg protestuesit. Në këto kushte zoti Berisha ka deklaruar se këtij parlamenti nuk i ka mbetur më gjë tjetër vetëse të shkrihet, të veçpall shkrirjen e tij. Kjo ka qenë mesazhi i zotit Berisha në një farë mënyrë dhe si një formë indirekte për të solidarizuar me kërkesat e protestuesve. Ju e dini, prej më shumë se 50 ditësh e kemi dëgjuar atë thirrjen e protestuesve nuk na përfaqësoni, drejtuar parlamentit dhe deputetëve. Në fakt të dyja krahave, dhe zoti Berisha është i vetëdijshëm për diçka të tillë, por secili prej tyre, dhe zoti Berisha ka të drejtën ta interpretojë mesazhin e protestuesve sipas dëshirës, dhe interpretimi i tij është ai që dëgjuat pak më herët. Vazhdojmë të dëgjojmë edhe zhurma, sikurse edhe pak më herët mbetet për të sqaruar në fakt se nga vijnë ato dhe nëse janë hedhur nga protestuesit apo në cilën zonë. Po. Indrit, dua të ndalem në një pyetje përpara se të kaloj te Adelina në një tjetër kënd të protestës. Pse u pa e nevojshme dhe nga socialistët për të pasur një tjetër seancë? Duhet të pasur parasysh fakti që protestuesit janë organizuar në një mënyrë të tillë duke pretenduar që mund të ishte kjo e fundit seancë për këtë sesion parlamentar, por pritet të jetë edhe një në datën 30 korrik. Po, konferenca e kryetarëve zyrtarisht këtë kishte në rend dite, pra shtimin, ndryshimin e kalendarit të kuvendit për shtimin e një tjetër seance. Nuk ka një arsye zyrtare. Në rend ditës të parashikuar për të seancë janë 2 projekt ligje, por që konsiderohen nga të gjithë si mjaft minore në vetvete për të justifikuar shtimin e një tjetër seance, pra nuk konsiderohen ligje si aq të rëndësishme sa të justifikohej, pra nuk justifikohet nevoja për mos të pritur në një farë mënyre një sesion normal në shtator, dhe shumë, le të themi, edhe deputetët të mazhorancës e lidhin këtë me situatën politike, me mundësinë që kryeministri Rama të deklarojë ndryshime të mundshme në kabinetin qeveritar. Nuk e përjashtojnë të paktën socialistët diçka të tillë dhe i referojnë pikërisht të takimit të parashikuar me grupin parlamentar të Partisë Socialiste për ditën e nesërme, të thirrur nga zoti Rama. Kështu që ka mjaft kuriozitet dhe deri diku dhe një lloj pritshmërie se cila do të jetë qasja. Është përfolur gjithashtu për hir të së vërtetës se mund të ketë, domethënë, në shtimin e një seance tjetër mund të nevojitet për shkak të një marrëveshje për çështje sigurie që pritet të firmoset mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga mazhoranca nuk japin detaje se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, kanë thënë vetëm që çështje sigurie mes SBA-s dhe një marrëveshje për çështje sigurie mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, dhe kjo pritet kaloj, nëse do të firmoset gjatë këtyre ditëve, pritet kaloj për miratim në qeveri dhe më pas në seancë plenare atë të sejntes 30 korrikut. Pra ka shumë pikpyetje për hir të së vërtetës edhe mes vetë përfaqësuesve të mazhorancës për këto zhvillime, dhe do të mbetet për të parë nëse zoti Rama do të bëjë apo jo ndryshime në kabinetin qeveritar gjatë fjalës së tij me grupin, me mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar që ka thirrur për të premten në mëngjes. Në qartë. Situata në hyrje të parlamentit është më e qetë në këtë moment, apo situata e vetëm pak minutave më parë ka krijuar probleme dhe në aksesimin e sallës së seancave për të tjerë deputet? Po, zoti Noka dhe zonja Albana Vokshi u detyruan të prisnin pak sa të qetësoj situata mes Gardës Republikës dhe deputetit Agron Shehaj, dhe duket sikur deri në këtë moment situata është më e qetë. Deputetët e Partisë Demokratike kanë mundur të aksesojnë në sallën plenare, por i shikoj të mbledhur pas dyerve xhamave të errta të derës ambienteve të sallës plenare, i shikoj të mbledhur pas këtyre xhamave dhe mund të themi situatë më e qetë, por ende pas zgjidhur. Ne kuptoj.
Mirë, faleminderit Indrit për gjitha detajet, dua të kaloj edhe tek Adelina Unuzi që vetëm pak minuta më parë, në fakt përmes pamjeve të drejtë për drejta, pamje makinë që përqëllohen nga protestuesit me bezë, marrim pak më shumë detaje nga Adelina se pse ndodhi pikërisht një gjë e tillë, nëse është qetësuar edhe disi situata edhe me protestuesit, paktën nga pamjet duket situatë më e qetë. Adelina? Po, Lioneta, ne ndodhemi në anën e pedonales nga Ministria dhe në fakt pak momente më parë kishim edhe një nga pamjet ku një prej automjeteve u godit me vezë. Është një situatë që kemi parë që në orët e pare të mëngjesit, momentin që zyrtarët të shtetit do futeshin për një parlament nga kjo hyrje, duhet fiksuar që për deputetët ishte ndaluar që të futeshin me automjetet e tyre, duhet të kalonin në këmbë, ashtu siç ka ndodhur në rastin e deputetes Sara Mila apo edhe të tjerë që janë futur në këmbë, diçka që është vënë re për gjatë ditës sotme, dita që shënon ditën e 54 protestës, ku nuk kanë munguar edhe protestat përpara parlamentit, është që protestuesit janë vendosur edhe në këtë zonë, diçka që bëri përshtypje ose të paktën edhe nga raportimet e tjera të kolegëve, në anë të tjera të protestës ka pasur edhe incidente më të rënda, ama këtu në zonën ku ndodhem unë kemi pasur vetëm thirrje të vazhdueshme që i përngjajnë edhe thirrjeve që kanë qenë përgjatë këtyre 54 ditë protestë, ka pasur prezencën e hedhjes së vezëve edhe në zonën ku ndodhem, drejtuar kryesisht automjeteve që vinin me zyrtar të shtetit. Kemi parë edhe zotin Blendi Gonxha që është futur në drejt parlamentit, që gjithashtu është shëlluar me vezë. Konfliktet kanë qenë më të lehta në këtë zonë krahasuar me zonat të tjera, të paktën edhe nga ajo çfarë protestuesit tregojnë dhe thonë. Kemi parë që në krye të herës, ndryshe nga ç'ishte fillimisht që policët ishin të vendosur brenda gardit metalik që tashmë kemi parë që për shkak të perimetrit të sigurisë është i vendosur këtu, po edhe në zonat të tjera, policët nga brenda gardit kanë kaluar në pjesën tjetër, edhe për të siguruar që secili automjet që kalon të jetë më i sigurt të mos qellohet nga protestuesit me vezë apo domata, ashtu siç është lajmëruar dhe parë përgjatë ditës së sotme, duke qenë se i kanë pasur prezente. Nëse krahasojmë ose të paktën sjellim në vëmendje edhe protestet e tjera, siç e tham, nuk është protesta e parë përpara parlamentit këto 54 ditë protesta, një prej tyre ka qenë me incidente, tjetra pasuesja ka qenë më e qetë, ajo e ditës së sotme është gjithashtu me incidente që e kanë shoqëruar, kemi parë autobot të ujit dhe gjithashtu edhe momente ku kanë qelluar drejt policisë gjithashtu, duke qenë se ka qenë pak e pamundur që të arrijnë tek deputetët apo tek ministrat e tjerë që kanë arritur të vinë. Dita e sotme e parashikuar 23 korriku si e fundit që të paktën shënon seancën përmbyllëse të këtij sesioni parlamentar, që ashtu siç është bërë ditur ka qenë goxha i ngjeshur me rreth 30 pika, e megjithatë deputetët e mazhorancës që një pjesë të tyre i kemi parë të kalojnë edhe ditën e sotme, janë udhëzuar që më herët të mos largohen për pushimet parlamentare siç ndodhte më parë, duke qenë se me 30 korrik është thirrur gjithashtu për të shërtuar 2 projekt ligje që pritet të jenë për arkivat dhe për projekt ligjin për të drejtën e autorit. Thirrjet vijojnë, kanë qenë kryesisht të ngjashme me ato që kemi dëgjuar edhe përgjatë protestës, për shembull dorëheqja e kryeministrit Rama apo edhe ndryshimi i gjithë kastës politike. Ajo çfarë u vure ditën e sotme ishin të ngjashme dhe njëkohësisht edhe tjetër arsye që i bëri protestuesit të irritohen pak më shumë ishte edhe largimi nga një zonë e caktuar ku ata ishin të vendosur momentin e parë, duke kërcënuar në një farë forme dhe protestuesit që të bllokonin rrugën. Kjo ka ndodhur në momentin e parë, në fakt protestuesit të vendosen në anë të rrugës për të bllokuar në mënyrë që të mos kenë mundësi të kalojnë automjetet apo edhe policia, qoftë këtu edhe zyrtarët të shtetit që duhet të futeshin për në parlament, por më pas është vënë re që në momentin kur automjetet kanë kaluar qytetarë për të vijuar në drejtimet të tyre, pra që s'kishin të bënin me parlamentin, i kanë lejuar edhe kanë liruar zonën. Sidoqoftë është bërë e mundur nga ana e policisë që deputetët të futen në sallën e seancave të sigurt të kësaj here. Faleminderit Adelina, dua të zhvendosen te Anesti për të folur pak më gjursisht për atë çfarë ka ndodhur më herët apo edhe për skenaret e mundshme të kësaj proteste. Kemi parë një aksion fakt që orë përpara se kjo seancë parashikohet fillonte, ende jemi në pritje të fillimit të seancës parlamentare, por nga ana tjetër protestuesit janë munduar në të gjitha mënyrat e tyre për të ndaluar edhe deputetët që të futen në seancë, duke përsëritur kështu sipas tyre edhe skenaret e protestave të kaluara, por kësaj here policia kishte marrë masa, duke shkuar në fakt edhe në reagime disi
më të përshkallëzuara me përdorimin e bombolave të gazit lotësjellës apo botëve të ujit, e piperit, sprejt me piper. Anesti, dua të ndalem pak për ditur se si është situata aty ku ndodhesh ti dhe nëse protestuesit janë qetësuar, nëse ka protestues të lënduar për shkak të përdorimit të këtyre mjeteve dhe nga ana e policisë. Unë ndodhem para selisë së Partisë Demokratike, aty ku protesta po vjen në këto momente, qytetarët kanë blokuar rrugën e automjeteve me kazanët e mbeturinave. Janë 4 kazanët të cilët kanë bllokuar të gjithë qarkullimin rrugor, ndërkohë forcat të shtuara policie kanë mbërritur në këtë pjesë të protestës për të bërë të mundur lirimin e rrugës, pasi trafiku në këtë segment është tepër i rënduar. Prej minutash të tëra nuk qarkullon dot asnjë automjet. Nga ana tjetër mund të themi për protestuesit, janë disa protestues të lënduar nga gazi, nga spraj me piper që ka edhe policia në drejtim të qytetarëve. Ka tentuar disa qytetarë që të bllokojnë këtë segment rrugor, nuk ja kanë dalë dot ta bllokojnë me trupa dhe kanë arritur ta bllokojnë në këtë mënyrë, por policia tashmë po zhvendos kazanët e plerave dhe po zhbllokon qarkullimin, të ndihmuar edhe nga qytetarët të cilët kanë mbetur të bllokuar në trafik, siç mund të shihet edhe nga këto pamje. Sapo është liruar qarkullimi dhe po nisin sërish lëvizja e automjeteve. Policia ka numër të shtuar edhe në këtë pjesë të protestës, ndërkohë një qindra efektiv të tjerë të uniformeve blu po vijojnë të qëndrojnë përballë xhamisë Namazgjas, aty ku prej orës 8 ka nisur protesta dhe bllokimi i atij segmenti rrugor me përplasjet e herpashershme mes qytetarëve dhe efektive të policisë së shtetit. Në fakt dua të ndalem edhe tek ajo çfarë ndodhi vetëm pak minuta më parë, duke pasur parasysh që për shkak të mjeteve të përdorura nga policia pati edhe protestues të lënduar. Dihet deri në këtë momente se sa prej tyre u transportuan me ambulancë, paktën ndoshta edhe nga raportimet që janë bërë nga gazetarët, duhet presin policinë e shtetit për një konfirmim të saktë të numrit të tyre të lënduarve si nga ana e policisë, ashtu edhe nga ana e protestuesve. Në këtë pjesë ku ndodhem janë lënduar disa protestues, është përdorur spraj me piper disa herë ndaj tyre, edhe pse kanë qenë në një numër shumë të ulët protestuesit në këtë pjesë të protestës, sërish policia ka vepruar menjëherë me shpërndarjen e tyre me spraj me piper. Asnjë prej protestuesve nuk është shoqëruar me autoambulancë, por vetëm një efektiv policie është shoqëruar për në spital pas një dëmtimi që ka pasur në pjesën e kokës. Ka qenë për disa minuta i gjakosur dhe është transportuar me autoambulancë, ndërkohë protestuesit vijojnë që të mjekohen me mjete rrethanore duke përdorur ujë apo uthull për të larguar ndjesinë e djegjes që shkakton spraj me piper. Në këtë moment e shohim edhe që qarkullimi është çliruar disi nga ana e policisë, por protestuesit vijojnë të qëndrojnë aty apo po shpërndahen, apo për të shkuar qoftë edhe në kënde të tjera të protestës. Ata protestues që kanë qenë që në orën 8 në këtë pjesë vijojnë të qëndrojnë, vetëm janë disi më të shpërndar. Duhet theksoj faktin se rruga është bllokuar disa herë, ka qenë një korsi e bllokuar, 2 korsi të tjera të hapura dhe policia ka lejuar qarkullimi pavarësisht se protesta vijonte, dhe në këto momente është e njëjta situatë ku sërish ka tentativa nga qytetarë të ndryshëm për të hyrë sërish në rrugë dhe për ta bllokuar rrugën, por policia u bën me shenjë të gjitha automjeteve, drejtuesit e tyre që të vijojnë në drejtimin që ata janë për të mos u penguar nga protestuesit. Faleminderit Anesi, ndërsa përmes pamjeve ne kemi pasur mundësi që transmetojmë te publiku jo vetëm atë çfarë po ndodh në këto momente, por edhe të sjell her pas here pamjet që tregojnë edhe reagimin e përshkatëzuar të policisë së shtetit ndaj protestuesve. Igli Çelmetën e kam sërish në lidhje të drejtë për drejtë për të na dhënë pak më shumë detaje sa i takon pikërisht këtij momenti që e shohim në një prej këndeve duke sjell kështu pamjet e pak minutave më parë. Igli, dua të di nëse aty ku ndodhesh ka protestues që ende janë duke u munduar që të marrin veten nga pasojat e përdorimit të këtyre mjeteve të policisë, apo nëse autoambulanca ndodhet sërish aty për t'i shoqëruar ata drejt ambienteve spitalore.
Poloneta vijon qëndresa e qytetarëve protestues pra nga hyrja nga pedonalja tek parlamenti, aty ku është numri më i madh i protestuesve që prej nisjes së protestës pas përplasjeve të ashpra që u shënuan rreth 30 minuta më parë me qytetarëve protestues dhe punojësve të policisë, pati protestues të lënduar, ku 2 prej tyre u dërguan me ambulancë në spital, ndërkohë që ambulanca vijon të qëndrojë këtu pranë për t'i dhënë ndihmën e parë qytetarëve protestues të cilët kanë nevojë për ndihmë. Gjatë përplasjeve policia përdori ujë me spraj me piper, po ashtu dhe gaz lotësielës, duke sjellë dëmtime të qytetarëve protestues, të cilët kanë pretendime për ujin e hedhur në drejtim të tyre, pasi uji nuk ka një ngjyrë të ujit natyral, por një ngjyrë blu, siç mund ta shohim edhe nga pamjet e drejtë për drejta, është filmuar edhe nga vetë protestuesit, pra ku sipas tyre ata pretendojnë që ky ujë është hedhur në drejtim të tyre. Ka ende qytetar protestues që vijojnë të marrin pra ndihmën e parë, duke marrë veten pas lëndimeve që pëstuan gjatë përplasjeve me policinë e shtetit. Situata tashmë është e qetë, nuk është më e tensionuar. Protestuesit vijojnë rezistencën e tyre me pankarta në duar dhe me thirrje parlamenti i krimit, por përplasja mes tyre dhe kordonit të efektive të policisë nuk ka pasur më që prej agravimit të situatës rreth 30 minuta më parë. E risjellim edhe një herë në vëmendje për publikun, çfarë shkaktoi këtë reagim të përshkallëzuar të policisë? Cilat ishin veprimet e protestuesve që nxitën këtë reagim policor? Në hyrjen tek pedonalja Loneto dukeshin nga larg, pasi perimetri i kordonit sigurisë është zgjeruar krahasim me protestet më parë, dukeshin deputetët që po futeshin drejt parlamentit dhe në të momente pati agravim të qytetarëve protestues, të cilët tentuan të çanin gardin metalik dhe kordonin me efektiv policie, nisën të qellonin me vezë, me domate dhe me ujë në drejtim të policisë së shtetit për të kaluar përtej, por në ato momente policia ju kundërpërgjigj duke hedhur ujë në drejtim të tyre, duke afruar 3 autobot me ujë, të cilët vijojnë ende të qëndrojnë dhe në një farë mënyrë shpërndan turmën. Protestuesit të rezistuan, fijuan të hedhin ujë, sende të vezë, domate, sende të forta në drejtim të policisë, ndërkohë që policia i hidhte ujë, por më pas filloi të hedhë spraj me piper dhe gaz lotësielës, që ka solli dhe dëmtimet të qytetarëve protestues. Në këtë moment pati edhe dëmtime të efektive të policisë, ku 2 efektiv mbetën të lënduar dhe u dërguan në spital për ndihmë mjekësore, por numri i qytetarëve protestues të lënduar ishte më i madh për shkak të përdorimit të gazit lotësielës dhe sprajt me piper nga policia, e cila e përdori këtë strategji për të shpërndarë turmën, pasi në ato momente kishte një numër të madh të deputetëve që po futeshin drejt parlamentit dhe qytetarët protestues u agravuan dhe tentonin të çanin pra kordonin me efektiv policie për të shkuar për protestuar më afër parlamentit, që kanë protestuar në protestat e mëparshme, ku perimetri i sigurisë ka qenë më pranë parlamentit. Igli, një pyetje të fundit përpara se të kalojmë të ndjekim punimet në seancë, që duket se ka filluar. Do kemi mundësi që ta flasim këtë vetëm pas pak, sa i takon edhe masave që mori policia edhe për të mbrojtur veten në momentin kur pam edhe policë të gjakosur. Shkojmë tek punimet e seancës plenare, që duket se seanca tashmë ka filluar edhe pse me më shumë se 30 minuta vonesë. Vijojmë me rendin e ditës. Në bazë të nenit 30 rregullores, ju bëj të ditur rendin e ditës për ditën për seancën e sotme plenare. Pika e parë, miratimi për verbaleve të seancave plenare të datave 16/7 dhe 20/7/2026. Pika e dytë, njoftime. Pika e tretë, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2025. Pika 4, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë Prokurorisë për vitin 2025. Pika 5, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë kontrollit lartë shtetit për vitin 2025. Pika 6, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë prokurorisë përgjithshme për vitin 2025. Pika 7, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për vitin 2025. Pika 8, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së avokatit të popullit për vitin 2025. Pika 9, projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2025.
Pika e 10, interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Blendi Himçi. Pika 11, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Bujar Leskaj. Pika e 12, seancë pyetje përgjigje me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga deputeti Erald Kapri. Pika 13, akt normativ numër 2, datë 30/6/2026, për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 87/2025 për buxhetin e vitit 2026. Pika 14, akt normativ numër 3, datë 6/7/2026 për financimin e pjesëshëm të organizimit të një aktiviteti kulturor turistik për masa ndërkombëtare. Pika 15, projekt ligji për grupimet ekonomike me interes europian. Pika 16, projekt ligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit, SHEB. Pika 17, projekt ligji për statutin e shoqërive europiane, SE. Pika 18, projekt ligji për mbylljen e shoqërive tregtare me kapital shtetëror në likuidim. Pika 19, projekt ligji për kërkesat e transparencës për emetuesit e titujve. Pika 20, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 48/2014 për pagesat e vonuara dhe detyrimet kontraktore dhe tregtare të ndryshuar. Pika 21, projekt ligji për shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 7850, datë 29/7/1994 për Kodin Civil të Republikës Shqipërisë të ndryshuar. Pika 22, projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 93/2015 për turizmin i ndryshuar. Pika 23, projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 9251, datë 8/7/2004, Kodit Detar i Republikës së Shqipërisë i ndryshuar. Pika 24, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 10018, datë 13/11/2008 për Avokaturën e Shtetit ndryshuar. Pika 25, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 10093 për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për mbështetjen e shoqërisë civile. Pika 26, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 25/2018 për kontabilitetin dhe pasyrat financiare. Pika 27, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 9947, datë 7/7/2008 për pronësinë intelektuale të ndryshuar. Pika 28, projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 173/2014 për disiplinën në forcat armatosura të Republikës Shqipërisë i ndryshuar. Pika 29, projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin numër 82, datë 26/7/2024 për Policinë e Shtetit. Pika 30, projekt vendim për emërimin e kryetarit të Komisionit Prokurimit Publik. Pika 31, projekt vendim për emërimin e një antarit të Komisionit Prokurimit Publik. Pika 32, projekt vendim për emërimin e një antarit të Komisionit Prokurimit Publik. Pika 33, projekt vendim për emërimin e një antarit të Komisionit të Prokurimit Publik. Dhe pika 34, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështjet sipas rendit ditës. Një minutë, lutem, të kalojmë në proces verbalin dhe vjojmë. Miratimi i proces verbaleve të seanca plenare datave 16/7/2026 dhe 23/7/2026. Proces verbalit i keni marrë në rrugë elektronike. Nëse nuk ka vërejtje, miratohen proces verbalet. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave, 2 projekt ligje propozim deputeti dhe 1 interpelancë. Titujt e nismave depozituara mund t'i gjeni në sistem në sallë, materialet në faqen zyrtare të kuvendit. Ju njoftoj se sot në datën 23/7/2026 u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programi dhe projekt kalendar në punime për periudhën 27 deri 31 korrik 2026. Në konferencë nuk pati mirëkuptim për projekt programi dhe projekt kalendari në bazë të nenit 26.6 dhe neni 27.4 e rregullores, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punime, kryetari i kuvendit e harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim kuvendin seancë plenare. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e projekt programit dhe projekt kalendarit sipas diskutimeve për jo më shumë se 5 minuta, një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën pro? Folës kundër? Po, zoti Gazmend Bardhi. 5 minuta. Zoti kryetar, së pari do duhet që ky kuvend t'i kërkojë policisë shtetit të ndalë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve që protestojnë jashtë godinës së kuvendit. Është e papranueshme që sot
godina e kuvendit në një perimetër të zgjeruar, është rrethuar nga forca sigurie, a thua se qytetarët tanë na rrezikojnë ne, deputetëve të këtij kuvendi jetën. Pas një diskutim taulant, të rrezikojnë të bëjmë pis kostumin me ndonjë vezë, e di që e ketë shtrenjtë, por ky nuk është halli i kuvendit dhe nuk duhet jetë as halli i policisë shtetit. Përkundrazi, halli i policisë shtetit duhet jetë ta verifikojë atë markën e kostumit tënd dhe të verifikojë edhe të ardhurat se ku i ke gjetur parat për atë kostum të shtrenjtë ti edhe disa prej kolegëve, jo të gjithë kolegët e mazhorancës. Por kjo nuk justifikon kurrë dhunën ndaj qytetarëve, përdorimin e mjeteve disproporcionale kundër protestuesve dhe ato që po ndodh jashtë kësaj salle seancës plenare. Prandaj zoti kryetar, në emër të kuvendit nuk e nderon ajo që po bën policia e shtetit kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Askush prej nesh nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kritika e qytetarëve. Askush prej nesh në të sallë nuk duhet ndjehet i rrezikuar nga kërkesat e qytetarëve, përkundrazi. Dhe prandaj e kemi votuar edhe kundër për e kalendarin. Ne duhet i marrim shumë seriozisht kërkesat e qytetarëve, duhet i bëjmë pjesë të këtij programit punës, kanë kërkuar shfuqëzimin e disa ligjeve, duhet i shqyrtojmë me urgjencë dhe jo të rrim në heshtje, ndërkohë që atje të moshuar, të rinj janë duke u dhunuar nga punonjësit e policisë shtetit. Detyra e policisë shtetit është të ruajë rendin dhe sigurinë. Detyra e policisë shtetit është të arrestojë eksponent të krimit organizuar. Detyra e policisë shtetit është parandaloj ngjarjet kriminale. Detyra e policisë shtetit është parandaloj sulmet ndaj qytetarëve. Nuk ka asnjë rrezik institucioni. Zotrote si gjithë ne tjerët, ke hyrë krejt lirshëm në sallën e seancave plenare, nuk të ka rrezikuar asnjë qytetar, nuk të rrezikon as veza e qytetarëve, po atëherë për çfarë e keni kërkuar mbrojtjen e policisë shtetit? Për çfarë keni vu perimetrin deri te rruga e Elbasanit, a thu se kush po hyn këtu? Po hyni ju. Edhe do duhet me ju mbrojt. Do duhet me ju mbrojt ju nga rruga e Elbasanit e deri te rruga e Dibrës. Se ju rrezikohet ju. Se kanë të drejtën e tyre për të protestuar. Për të mbrojtur, pra e keni kërkuar ju mbrojtjen. Po frika juaj nuk mund të justifikoj kurrë dhunën ndaj qytetarëve. Frika juaj nuk mund të toleroj kurrë dhunën ndaj qytetarëve. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë, mos hajdeni në kuvend. Keni frikë nga qytetarët, fshihuni dhe bëni mirë të fshiheni. Se i keni marrë shpirtin 14 vite qytetarëve. Dhe ky është reagimi që meritoni. Ky është reagimi që meritoni dhe ky është reagimi që do të merrni. Do ju nderonte se cilit prej jush a ka mundësi ti thuash të ushoj? Ju lutem bani qetësi të dëgjojmë kolegun Bardhi. Ju lutem bani qetësi. Frikën tuaj mos ja impononi kuvendit të Shqipërisë. Frikën tuaj mos ja impononi qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Kostumet tuaja të shtrejta që keni hasur a bëjnë pis me vezë, mos i përdorni si justifikim për të dhunuar qytetarët. Lejoni qytetarët të protestojnë, e kanë të drejtë kushtetuese, nuk ja mohoni dot as ju përmes frikës tuaj, as policia e shtetit duke shkel kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Të dhunosh të rinjt, të dhunosh të moshuarit, dhe të përdorësh ndaj tyre mjete disproporcionale. Është një shkelje flagrante e kushtetutës, është një shkelje flagrante e ligjit dhe është... A ka mundësi ti, zotrote? Po shko pyet të vlla. Shko pyet të vlla që e ke në burg, se ta shpjegon ai policinë e shtetit. Ti shko pyet të vlla që e ke në burg, se shko pyet të vlla
Ju lutem mbani qetësi, përfundoni zoti Bardhi se ka mbaruar koha. Përfundoni. Jo, koha s'ka mbaruar. Koha s'ka mbaruar se gjatë gjithë kohës. Përfundoni, pra vazhdoni, përfundoni. Gjatë gjithë kohës duhet përballim me frikën e këtyre. Frika e këtyre është ligji i shtetit. Kanë frikë ta, urdhrohet 2000 punonjës policie të dhunojnë qytetarët. Po çka kuvendi është ky që ka frikë nga qytetarët? Çka kuvendi është ky që ka frikë nga zëri i qytetarëve? Çfarë kuvendi është ky që refuzon kërkesat e qytetarëve, shqetësimet e qytetarëve? Ky nuk është kuvend, zoti kryetar, kjo është stre, bunker e këtyre që kanë frikë nga qytetarët dhe sepse kanë shkelur dhe vazhdojnë të shkelin ligjin duke abuzuar me përgjegjësitë e tyre, duke abuzuar me pasuritë publike, duke abuzuar me fondet publike. Zoti Balla, replik. Një sekond, o djalë, Nëse se ka rregull këtu, ti falaq. Merre këtë se do flasim tani. Ale këti. Vrit poshtë. Merrni fjalën procedurë kur të vi radha, ju lutem. Po jo se smeret kështu siç e doni ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Ta përfundojmë të pikë, ju lutem. Zoti Balla, fjala për replik. Faleminderit zoti kryetar, në replik me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sot në fakt ndërsa vion seanca, shohim në këto momente edhe një tjetër kënd nga kjo protestë e qytetarëve. Sot është një person që po shoqërohet nga forcat e policisë drejt automjetit të policisë. E shohim pikërisht në këto plane të drejt për drejta shoqërimin e tij në ambientet policore, ndërsa nuk e kemi parë të bëjë rezistencë. Forcat e shumta të policisë kanë qenë pikërisht për ta shoqëruar atë drejt kësaj makine, ndërsa kemi parë edhe një zonjë të moshuar që ka qenë pikërisht pranë këtij protestuesi të shoqëruar, ndërsa do të kthehemi sërish te seanca. Një diskutimi, por është keqardhja e madhe që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Partia Demokratike e vlerave të mëdha, e përfundon diskutimin dhe dashur qytetarë shqiptarë, kush është dallimi më i madh mes këtij grupi parlamentar dhe këtij grupi parlamentar? Ky grup parlamentar as ka vuajtur nga 12 qershori 1991 e deri më sot nga sindroma e Stockholmit. Ju vuani nga sindroma e Stockholmit, ku i përdhunuari bie në dashuri me përdhunuesin. Do ti t'ja plotësosh kërkesat protestuesve. Sa liun burg thot protesta. Plotësoja pra kërkesën e protestuesve. Çojë sa liun burg. Ja plotëson dot kërkesën. Sa i përket ta thash, nuk të fuz dot brenda kostumit tim se nuk më pëlqen. Kështu që në këtë këndvështrim, zoti kryetari i kuvendit, me qenë se nuk kishim propozim për... Përfundoni, ju lutem. Nuk kishim në propozim për kalendarin, me qenë se kishte një kundër, një pro, atëherë ju lutem hidhni në votim kalendarin sipas procedurës. Faleminderit. Replik mbi replik nuk mund të bëhet, zoti Bardhi. Zoti Berisha, replik, ju lutem. Ju lutem. Jo. Parafolsi është përfaqësuesi më i shëmtuar i karteleve të drogës, është shërbëtori më i shpifur i tyre. Parafolsi është njeriu që ka liruar 2 terroristë që vendosen Tritolin në shalën e bicikletës së Lulzim Kullës. Parafolsi është negociatori i pazarit të votave, por është gjithashtu personazhi
i dokumentit të asaj që u quajt bundra, por që në fakt bundra e vërtet është parafolsi. Ju lutem zoti Berisha. Parafolsi. Zoti Berisha. Ale, pse thua ti zotëri, dil bëj avokatin, shko në gjyq bëj avokatin e ti. Ta lexoj dhe njerë këtu. A do ta lexoj? Pazaret që bën ky për makinat e Suelçels. Prandaj dhe ata që janë atje kërkojnë me të drejtë fundin e parlamentit, sepse përfaqësoni bandat dhe krimin dhe jo qytetarët. Duhet të dëgjohet zëri tyre. Zoti Berisha ju tërheq vëmendje për fjalor të papërshtatshëm jo parlamentar. Kuvendi vendos me votim të hapur tani miratimin e projekt programit dhe projekt kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 5 minuta që u krye. Kalojmë procesin e votimit. Votimi i hapur me karton. Hedhim në votim projekt programit dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit periudhën 27 deri 31 korrik 2026. Kush është pro, kundër, abstenim? Ju lutem numëroni votat. Të përfundojmë votimin. Të 83 pro, kundër. Kundër, miratohet programi i punës dhe kalendari punimeve të kuvendit periudhën 27 deri 31 korrik 2026. Ju njoftoj gjithashtu se në kuvend është depozituar, ju lutem bani qetësi, kërkesa e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të sotme, datë 23/7/2026, ku kërkohet që të shtohet në rendin e ditës propozimi për shqyrtimin dhe miratimin e projekt vendimit për zgjatjen e afatit të Komisionit Posaçëm për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë. Në bazë të nenit 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 2 minuta secili. Fjalën e ka propozuesi Zoti Boçi. Zoti Luciano Boçi, fjala për ju 3 minuta. Faleminderit, po nuk besoj që një kërkesë për shtyrje afati komisioni mund të zaurohet në 3 minuta me gjithë debatin në konferencën e kryetarëve. Dhe për sa i përket kërkesës, përmbledhja e saj është shumë e thjeshtë, logjike dhe e argumentuar. Komisioni i reformës territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Sillni një raport përfundimtar për një punë jo përfundimtare dhe jeni në alogjizëm logjik dhe në alogjizëm politik. Nuk mund të ketë një raport komisioni kur komisioni nuk ka zbatuar procedurën e tij, nuk ka produktin e tij. Komisionet dërgojnë produkt në seancë plenare dhe i nënshtrohen procedurave dhe raporti që ju e quani final as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar.
Po, komisioni ka kryer punën e tij deri në momentin që ka realizuar vlerësimin e reformës së vitit 2014. Dhe puna e komisionit duhet vazhdoj në seanca dëgjimore si kusht kryesor të miratuara në projekt kalendarin e tij, që është marrëveshja midis komisionit dhe seancës dhe kuvendit. Duhet vazhdoj sepse 1/3 e Shqipërisë nuk ka realizuar dëgjesën dhe kjo është Tirana. Jo vetëm kaq, dhe dëgjesat tematike nuk janë zhvilluar, nuk janë realizuar, dhe dëgjesat ligjore nuk janë realizuar, dhe dëgjesat me kryetarët e bashkive nuk janë realizuar, dhe dëgjesat sipas kërkesës që kanë dorëzuar shumë komunitete nuk janë dëgjuar. Dhe përderisa kjo punë nuk është përfunduar, përderisa komisioni nuk ka një produkt, nuk po flasim konsensual sepse është jashtë çdo parashikimi. Atëherë ky komision duhet patjetër që të kërkoj shtyrjen e tij. Në emër të këtij komisioni si bashkëkryetar kam kërkuar shtyrjen e afateve të komisionit. Nuk është as gjë e re, as e pa dëgjuar, as e pa mbështetur në ligj, pothuajse të gjitha komisionet hetimore apo posaçme parlamentare në historinë e këtij kuvendi janë shtyrë, sepse nuk është koha bazike. Një sfidë logjike shumë e thjeshtë. Po mirë më, sikur ky komision kishte Përfundoni, lutem. Sikur ky komision kishte përfunduar punën e tij para atij afati të famshëm që keni vënë ju, çfarë do bënim ne? Do prisnim datën e afatit që pastaj dilshim në konkluzione? Jo, nuk është koha kryesore. Kryesore është përmbajtja. Nuk është reforma koha. Reforma është përmbajtja dhe thelbi i këtij komisioni është produkti i tij dhe produkti i tij nuk është thjesht një raport. Është procesi që të çon tek konkluzionet, është mendimi i marrë nga grupet e interesit, nga bashkitë, i marrë nga qytetarët që në fund do produktoj një reformë e cila sipas jush duhet rezistoj 10 apo 20 vite, sepse ajo që bët ju rezultoi që ishte tërësisht politike dhe mbi këtë doni të bëni prap një reformë akoma më politike, duke shkrirë bashki që vërtet janë performante, duke shkrirë bashki që çojnë shërbim tek ata qytetarë që kanë bet, duke shkrirë bashki që të paktën realizojnë atë që sot Evropa e kërkon, përfaqësimin e qytetarëve në pushtetin vendor. Kërkesa jon është një kërkesë legjitime, kërkesë që rëndon peshën e çdo deputeti këtu të Parlamentit të Shqipërisë dhe ju të majtët, që nuk e dini cila bashki do shkrihet, që keni reaguar për bashkitë ku jeni përfaqësues të vogla që mund shkrihen, që nuk jeni pyetur për këtë, rëndon mbi ndërgjegjen e çdo krye bashkiaku që sot nuk e di se çfarë do ndodh me bashkinë e tij dhe rëndon mbi shpinën dhe ndërgjegjen e çdo përfaqësuesi politik, sepse janë shmangur të gjitha hallkat e konsultimit, jo vetëm publik, por dhe parlamentar, por dhe politik. Prandaj ju lutem shumë, merrni përsipër përgjegjësinë e jetës suaj. Votoni sot shtyrjen e afateve të këtij komisioni, sepse nuk i bëni nder opozitës, i bëni nder vetes dhe i bëni nder parlamentit. Faleminderit. Faleminderit, dhe dy folës, një folës pro, një folës kundër, nëse dëshironi, zoti Balla, po. Kërkesa e sapo parashtruar i ngjan kërkesës së një udhëtari që ka humbur trenin një javë më parë dhe vjen pas një jave dhe thot dua të hipi në trenin që kam humbur para një jave. Ndërkohë që ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht, për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në këtë sallë një javë më parë, kur për ironi të fatit të kërkuesit, ky kuvend u gjend para dy situatave pothuajse të ngjashme.
kishte një komision të posaçëm për reformën zgjedhore dhe një komision të posaçëm për reformën administrative territoriale. Bazuar në të njëjtën form vendimi dhe ju lutem edhe për kulturë, kur citoni vendimet, duhet i citoni të dyja vendimet, sepse kemi vendimin 75, por kemi edhe vendimin 78, kur amenduam ngritjen e komisionit për t'i dhënë mundësinë e vetos teqes tuaj në komision. Në rastin e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore kishim një kërkesë nga të dy bashkëkryetarët të firmosur dhe votuam me konsensus, edhe pse ju nuk ishin në sallë. Edhe pse ju nuk ishin në konferencë kryetarëve. Në rastin tjetër nuk kishim një kërkesë nga të dy bashkëkryetarët, siç e kemi te vendimi 78. Dhe sot gjendemi para një kërkese që ka ardhur nga njëri nga bashkëkryetarët i përcaktuar në vendimin 75, kur në fakt në vendimin 78 kërkohet që duhet vijë nga të dy bashkëkryetarët. Megjithatë, unë besoj që të gjithë e dim fare mirë, sot ne jemi përgatitur për të dëgjuar gjetjet. Dhe këtë diskutim e kemi bërë një javë më parë në seancë plenare, e kemi bërë para 3 ditësh përsëri në seancë plenare, dhe gjithë Shqipëria e di që sot Kuvendi i Shqipërisë do të dëgjojë nga dy grupimet, grupi i majorancës, por dhe grupi i opozitës, edhe pse në rastin fjalën komision jemi 8-8, do të dëgjojmë gjetjet. Dhe një gjë për qytetarët, kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative e territoriale. Sot do të dëgjojnë gjetjet, dhe më pas të gjitha palët politike, madje edhe çdo deputet nëse do, mund të vijë me propozime të veta sa i përket, por ky komision nuk mund të ringjallet më, e ka mbaruar mandatin e vet. Nëse do të kishte qenë kaq serioz me antarët e Partisë Demokratike, me pushtetin vendor, nuk kishit munguar në datë 16, kishit ardhur në datë 16, e kishim diskutuar, nuk kemi sot ende një arsye përse keni munguar në datë 16, prandaj treni orës 7:05 ka ikur, ju e keni humbur trenin, bilet tjetër nuk ka, kështu që ju ftoj me mirësi të dëgjojmë të dy bashkëkryetarët, koha pa limit, në kuptimin si e ka rregulloria, edhe të shkojmë përpara se sot kemi dhe plot çështje të tjera. Shumë faleminderit, vota jon kundër kërkesës për zgjatjen e një afati që ka skaduar dhe nuk mund ta shkelim rregulloren. Faleminderit. Faleminderit. Mi folës pro 2 minuta, zoti Bardhi? Zoti Berisha 2 minuta, pro. Po kështu edhe ja tani në ekran, e ke këtu me foto. Biles 3:30. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, në krye të radhës, Partia Demokratike ju përgjigj një kërkese të prerë të Komisionit Evropian për angazhimin në Komision Parlamentar për Reformën Territoriale si një nga kushtet e paktat vendosur nga ky komision për progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Por gjithashtu ne, përveç komisionit, kemi patur me 10-100 kërkesa nga qytetarë shqiptarë, që të mirnin pjesë në këtë komision në mënyrë që t'ishim të bënim avokatinë e interesave të tyre. I bëm të gjitha këto në kundërshtim me bindjen e thellë se Edi Rama do bënte gjithçka për të përvetësuar këtë reformë në funksion të interesave të tij mafioze, antidemokratike, anti-shqiptare çpopulluese. Ky komision, në këtë komision, siç jeni dishmitar, është bërë nga
pala jonë, puna më serioze dhe ajo është konkretizuar në një raport prej 400 faqesh. Në përputhje me agendën e përbashkët, janë organizuar dhe 10 konsulta. Agenda e përbashkët kishte vazhdimin me konsultat e tjera. Raporti që pretendonit paraqisni sot është absolutisht i paligj. Përfundoni ju lutem. Nuk është miratuar në komisionin parlamentar dhe në praktikën 10 vjeçare komisionet bipartizan kanë shtyrë sa ka qenë e nevojshme afatet. Kanë shtyr afatet. Ju sot paraqiti këtu me një raport që s'është paraqitur në komisionin e reformës. Ky është brutalitet. Ky është një akt me cilin ju do të doni me çdo kusht të largoni pushtetin nga qytetarët. Këte që keni bërë ju me reforme deri tanishme, lexoni pak historinë e Shqipërisë. Në 500 vitet e fundit nuk e ka bërë asnjë pushtues, asnjë regjim, asnjë diktaturë. Dhe tani, kur e patë se shqiptarët hedhin poshtë me përçmim reformën e bërë, ndërpret konsultat, sillin parlament në mënyrë të paligjshme një raport, ja ku raporti ynë, por ne, gjersa ky raport nuk është i miratuar, nuk është i debatuar, s'po themi miratuar, në komisionin e ngritur, ne nuk e dorëzojmë, sepse duhet edhe ai që ka përgatitur palat juaj, edhe ky të paraqiten në komision, të debatohen, pastaj të vinë në parlament. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as normë, as moral, vepronin këtë mënyrë. Çfarë mendoni ju se shqiptarët s'do kuptojnë? Atëherë, vërtet ju mund bani një akt të tillë, por absolutisht ne do bëjmë gjithçka që ata të ngrihen në një kryengritje të përgjithshme të fuqishme kundra jush, në mënyrë që të bëjnë drejtësinë që i takon. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim të hapur me karton propozimin e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për një ndryshim të rendit ditës. Votoni lutem pro, kundër, abstenim. Njëzet e 7 pro, 82 kundër, abstenim nuk ka, atëherë propozimi, kërkesa nuk miratohet. Në mbledhjen e konferencës kryetarëve të datës 16/7/2026 u vendos që në seancë plenare datës 23/7/2026, pra ditën e sotme, të zhvillohet një prezantim mbi veprimtarinë e Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrative Territoriale në Republikën e Shqipërisë, i cili ka përfunduar afatin e veprimtarisë së tij. Sot do të kemi një prezantim nga bashkëkryetarët e komisionit, është e drejta e tyre, zoti Arbian Mazniku dhe zoti Luciano Boçi. Zoti Mazniku, fjala për ju. Procedurë, dakord, para ndjes, zoti Mazniku, ndjes. Një minutë, para se të kalojmë në të raportimet, ka disa kërkesa procedurë, zoti Agron Gjekmarkaj, fjala procedurë. Faleminderit zoti kryetar. Gjatë kohës që kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ju kërkoi që të ndërhyni pranë qeverisë që protestuesit të trajtohen me dinjitet, u shfaq këtu një skenë sa cinike, aq makabre, ku një pjesë e ministrave qeshtin, në fakt fjala qeshtin është delikatesë, por u zgërllin në një kohë kur ata jashtë nuk janë armiqtë të Shqipërisë, por janë qytetarë të Republikës, të
të cilët protestojnë për një Shqipëri me të drejtë, me të ndershme, kundër korrupsionit dhe kanë 1000 arsye të Zotit për të qenë të zemëruar. Ajo është fuqia e të shtypurve. Cilësia e protestës është edhe cilësi e demokracisë. Ju po ju siguroni atyre përgjakje. Zoti Lamallari duhet t'i vi këtu dhe t'jap shpjegime për substancat që po përdoren kundër tyre të pazakonta që po ju shkaktojnë djegje trupit. Ambulancat shkojnë e vinë. Ndaj, ju lutem zoti kryetar, përveç gestit etik që të çortoni pak qeverinë, kërkoni shënderin tuaj që të garantohet cilësia e protestës. Ata janë qytetarë të Republikës, të cilët kanë të drejta kushtetuese për të protestuar, protestojnë sepse kanë vetëm 2 zgjedhje, e para të ikin nga ky vend siç u lejoi Fidel Castro kubanezëve, e dyta të jetojnë si qytetarë të nënshtruar. Kanë vendosur të jetojnë si qytetarë të rebeluar për një Shqipëri ku partia dhe shteti nuk janë një, ku nuk pengohet drejtësia, ku nuk triumfon korrupsioni dhe ku banaliteti nuk është fytyra e qeverisë. Faleminderit. Zonja Jorita Tabaku. Zoti kryetar, unë ndjeva jashtëzakonisht keq duke hyrë sot në parlament. Në fakt, kur ti shikon qytetarë të Tiranës, të Shqipërisë që janë atje për jashtë ta protestojnë e sulmohen nga policia. Ndërkohë që flasim, dalin pamjet ku qytetarët janë djegur, janë hedhur substanca të cilat i kanë shkaktuar dëmtime në trup. Sot qytetarët po thrisnin parlamenti krimit dhe nuk e kanë as me mua, as me kolegët tanë. E kanë me majorancën socialiste. Sot qytetarët po thrisnin parlamenti krimit sepse ka ardhur krimi në parlament këtu. Unë shkoj çdo natë atje në protest. Unë shkoj çdo natë atje në protest dhe nuk më prek njëri me dorë. Provoj njëri nga ju të shkoj atje në protest. Të provoj një nga majoranca socialiste të shkoj atje. Sot qytetarët po protestojnë pikërisht dhe për këtë arrogancë që keni sjellë reformën territoriale të njëanshme, një reformë e cila dështoi 10 vite më parë dhe ju përsëri e bënit njëanshme. Po protestojnë edhe për këtë arrogancë kartonash që janë kundër ndarjes territoriale për interesa politike, për llogari elektorale, për llogarit pushtetit, pa u kujdesur që interesi qytetarëve, interesi pushtetit lokal, financat e pushtetit lokal, decentralizimi të jenë në krye të rendit të ditës. Përsërit njëjtin gabim që bët 10 vite më parë. Sot ato po protestojnë kundër këtij parlamenti se nuk i përfaqëson. Dhe me të vërtet nuk i përfaqëson. Kështu që së pari i bëjmë thirrje policisë të shtetit të ndalojnë menjëherë dhunën ndaj qytetarëve. I bëjmë thirrje qeverisë shqiptare të merret dhe të hartojë një plan pune për ato 4 ligje që opozita ka depozituar këtu në parlament, t'i përfshi menjëherë në rendin e ditës. Dhe së dyti, për sa i përket reformës territoriale, zoti kryetar, kur ju keni pas vullnetin politik për gjërat përbashkëta në këtë parlament, ja kemi arritur. Ashtu siç bët me rregulloren, ndaloni prezantimin e njëanshëm dhe hajdeni me një produkt i cili është në interes qytetarëve. Po përsërit njëjtin gabim 2014-ës. Vetëm reformë në interes të zgjedhjeve, ndërkohë që ne po kërkojmë një reformë në interes qytetarëve. Raporti Parlamentit Evropian, raporti Komisionit Evropian, raporti i autoritetit të kongreseve lokale, të gjithë një zëri thonë të mos ketë reformë të njëanshme. Reformat e njëanshme dështojnë, kanë dështuar. Në qoftë se vazhdoni përsëri me këtë iniciativë, ato që sot në shesh mund t'jenë me qindra, me dhjetra, do të vazhdojnë të bëhen me mira, sepse pikërisht kundër kësaj arrogance po protestojnë. Arrogancës kartonave, arrogancës së mbi pushtetit, arrogancës së 14 viteve që i ka detyruar dalin në rrugë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla. Zoti kryetar, së pari mendoj që duhet të shprehim solidaritetin edhe lutjet që 4 punojësit e policisë së plagosur nga dhuna barbare e disa elementve terrorist, të cilët në mënyrë të përsëritur tani më kanë goditur punojësit e policisë shtetit, të cilët janë aktualisht në qendrën spitalore dhe në pjesën e urgjencës për të trajtuar. Uroj shumë që shëndeti tyre
dhe jeta atyre të mos rrezikohet. Është keqardhje e madhe që Partia Demokratike, një prej partive kryesore politike në Shqipëri në këto 36 vite, jo vetëm që nuk e dënon dhunën, por bie pre e një solidaritetit të turpshëm me disa terroristë të cilët nuk kanë asgjë të përbashkët me protestën që nisi si një protestë kundër dhunës. Protesta nisi kundër dhunës. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio një javë më parë në konferencën ndërkombëtare kundër terrorizmit e theksoi shumë qartë që ka disa lëvizje të ekstremit të cilat mund të rrezikojnë stabilitetin në Europë. Persona të identifikuar prej nesh me lidhje të qarta me Gardën Revolucionare e Tiranit janë orkestruesit kryesor të akteve të dhunës. Solidariteti I turpshëm I një partie të përdhunuar nga ajo protest. Jeni të përdhunuar nga ajo protest, por ne kurse si për asnjë moment nuk do të tolerojmë që të goditen punojësit e policisë shtetit. Gjaku I punojësve të policisë shtetit është gjaku I vetë shtetit. Kush guxon të ngrej dorë mbi punojësit e policisë shtetit ka ngritur dorë kundër shtetit. Dhe prandaj thirrja ime nuk është për policinë. Policia po e bën detyrën e vet në mënyrë të shkëlqyer. Thirrja ime është për drejtësinë, për prokurorë dhe gjyqtarë. Edhe jetën e prokurorëve dhe gjyqtarëve sikurse çdo shtetasi shqiptar e Përfundoni lutem. Solidaritet sot me policinë e shtetit. Ndërkohë që unë nuk kam asnjë pritshmëri që kjo që ka mbetur nga Partia Demokratike të mos distancohet nga dhuna. Ju mbeteni një grup I përdhunuar nga protesta dhe prandaj ju nuk distancoheni. Shketi që vërtet. Kështu që zoti kryetar, Kuvendi I Shqipërisë duhet ta dënoj ashpër dhunën kundër punojësve të policisë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Ina Zhupa. Tregje vëmendje për fjalor të papërshtatshëm zoti Balla. Ju lutem. Zoti kryetar, nuk kalon me një vrejtje personi I cili në vetë të parë I ka hypur policëve të shtetit mbi koka dhe ka dhunuar policinë e shtetit kur ishte në opozit dhe sot dhunon qytetarët shqiptar vetëm sepse protestojnë kundër vjedhjes. Ju jeni një mazhorant hajdutësh dhe frikacakësh, sepse I vidhni çdo ditë, se I vidhni paratë e buxhetit shtetit, se I vidhni të ardhmen, se I vidhni territorin, se I vidhni shëndetësinë, se I vidhni arsimin, I vidhni çdo shpresë për të jetuar me dinjitet dhe më pas I dhunoni se jeni frikacak për të hyrë në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. I dhunoni se keni frikë nga veza, nuk është kualifikuar deri më sot veza si armë që mund të cënoj sigurinë dhe jetën tuaj. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, neni 2 thot, sovraniteti I Republikës Shqipërisë I përket popullit, I përket popullit shqiptar, sovraniteti atij populli që sot ka ardhur ta kërkojë sovranitetin e vet, që ka 53 ditë që kërkon sovranitetin e vet, sepse ju nuk I përfaqësoni, sepse juve ju ka ardhur fundi, duke I vjedhur, duke I masakruar, duke marrë vendime të njëanshme. Dhe ju I quajtë terrorist, ata njerëz që janë qytetarët më të mirë dhe më të përgjegjshëm të këtij vendi, ku të vetmi terrorist jeni ju, jeni terrorist që I keni marrë Shqipërisë
çdo të mirë publike. Jeni terrorist mjedisor, se jeni fut mjedisit me fadroma, jeni terrorist trashëgimisë kulturore, jeni terrorist shëndetit, jeni terrorist arsimit. Ju keni shkatruar çdo sektor të këtij vendi, duke kthyer të fundit në çdo raport evropian dhe burreni dhe me ato që jeni më keq se në kohën e qeverisë Berisha. Burreni dhe për indeksin e performancës në mjedis, ku jeni 46-ët, ndërkohë që vitin 2010 ishim të 23-ët në botë. Vjen ministri dhe i thot protestuesve budallej, nuk e meriton një vezë ky. Patjetër që e meriton një vezë ky, se ky i thot protestuesve budallej. Protestuesit që e paguajnë me taksat e veta që këtë shëtisi me makinë dhe të mbrohet nga protestuesit dhe të shesi Shqipërinë. Ti i thua terrorist, se meriton një vesti, e meriton patjetër, një dhe më shumë. Sepse e keni bërë veten që protestuesit të godasin, se ne jemi çdo ditë aty dhe na mirëpresin. Bëjnë foto, thonë na përfaqësoni, kurse ju jeni ata që trembeni, ju jeni ata, na shikoni, na ndishni, ju trembeni, ju zhdukeni. Në fakt, ju nuk duhet të zhdukeni dhe të hyni si mit këtu, por duhet të zhdukeni nga jeta politike e vendit, sepse jeni e keqja e madhe e këtij vendi. Faleminderit. Treqe vëmendje për deputeten zonja Ina Zhupa në bazë rregullores. Në bazë të rregullores. Çfarë tha lexoni, dëgjoni regjistrimin, jam këtu për të përsëritur çfarë tha zonja Zhupa. Zoti Ardit Bido, për procedurë, ju lutem qëndroni në procedurë se deri tani kem patur vetëm fjalime politike. Falënderit të nderuar kryetar, në fakt e kërkova fjalën për të kërkuar solidaritetin e kësaj salle të nderuar në lidhje me ndodhin e para 2 ditëve në qarkun e Vlorës e veçanërisht në Sarand, ku një stuhi e pa parë më herët ndonjëherë në ato zona, la pas 2 viktima, një peshkatar në Ksamil dhe një punonjës të OSHS në Himar, sikurse dhe shumë dëme mbi bizneset e zonës, mbi shtëpitë e zonës dhe mbi makinat e qytetarëve të Sarandës. Në kushtet kur ndryshimet klimatike kanë ndryshuar të rësisht armiq të cilën ne përballemi, armiq të cilët nuk janë njerëzor, por janë vetë klima, ka nevojë që ne të tregojmë në radhë parë solidaritet me personat e prekur dhe njëherëzi të vijojmë punën tonë për të ndryshuar politika siç e kemi nisur si vjet me buxhetin e shtetit, ku kemi për herë të parë ndryshuar mënyrën e financimit në bazë të riskut për sa i përket emergjencave civile. Kjo duhet të shkojë më tej dhe pushteti qendror dhe pushteti lokal ka nevojë që në këto çaste, veçanërisht në Sarand, ku ka pasur dëme më të mëdha, por edhe në Himar dhe në Vlorë, të mundet që të financojë këto dëmtime që nuk janë për fajin të qytetarëve, po janë në kuadër të një emergjence të paparashikuar. Mirëpo, nuk mundet fatkeqësisht të flas vetëm për këtë çështje, duke qenë se shoh se ky kuvend e ka humbur kontaktin e vet me qytetarët. E ka humbur jo sepse nuk mundet dhe nuk dëshiron, por e ka humbur sepse dita më interesante e javës është vendosur nga entja e parlamentit, dita më interesante politike, në të mërkurën e përgatitjes së rrjedhsave. Dëgjova në fakt pak më parë kolegët të nderuar që e vlerësoj Jorida Tabakun që thoshte se si hyri me qytetarët të cilët thërrisnin parlament, krimi e tjera. Në fakt ne hym bashk nga hyrja nga Toptani, nuk ishte asnjë njeri andej, ishte vetëm një i lëvizjes bashk që thoshte tradhtar nga këta vorje pirotistët e lëvizjes bashk, dhe që vetëm kaq, se ku dëgjuan këto parlamenti krimit, unë nuk e di. Pam pak më parë një koleg që mori dhe hodhi ca letra këtu. Dhe unë gjithmonë jam kurioz për atë të mërkurën në këto mbledhje në zyra që listojnë rrillsat që do bëjnë, që do bëjmë sikur zihemi me gardën, do të bëjmë një teatr këtu, do të hedhim ca letra, do të themi këtë gjë edhe po s'ndodhi. Ky nuk është politik. Ky është një show i shëmtuar, i cili na shkëput nga qytetarët, por i përket kësaj mazhorance që ne të vijojmë punën e parlamentit dhe të vijojmë të miratojmë reforma dhe ligjet në shërbim të. Faleminderit.
Zonja Tabaku, replikë. Shiko, zoti Bido, sigurisht që dhe ne bashkohemi me shqetësimin që ngritet për humbjen e 2 jetëve, në fakt kur punojnë në kushte të vështira teknike pa investime, sigurisht që humbja e jetës është tragjike, për më tepër kur janë edhe në kushtet e motit të rënduar e përmbytjeve. Patjetër, se qeveria shqiptare nuk e shpenzon fondin e emergjencës për mbrojtjen civile, e shpenzon për koncertin e Kanye Westit. Këtë duhet kishe ngritur sot këtu. Së dyti, dali njëri nga ju atje për jashtë, ta provoj të shkoj në darkë dhe ta shofi se si sillen me ju. Hym të 2 bashkë në parlament dhe u morën me ju asnjë fjalë kundër meje. Nuk kanë asnjë shqetësim ato me opozitën. Asnjë shqetësim. Rama jepe dorëheqjen thon, parlamenti krimit thon, Rama në burg thon, provoje dil një herë provoje. Provo dil një herë atje ashtu siç kanë trajtuar herën e shkuar. Që të bëhemi serioz, zoti Bido. Në këtë parlament sot ka deputet që kanë ardhur nga krimi, po kanë ardhur nga krimi. Ka deputet që nuk përfaqësojnë qytetarët se ngrenë dhe votojnë ligjet me porosi, se kanë shtyrë 6 herë ligjin e investimeve strategjike, se kanë votuar ligjin e zonave të mbrojtura, se votojnë sot një fond 4.3 milion euro për Kanye Westin e nuk votojnë për të mbrojtur ato punonjës shtetit që punojnë kushtet vështira. Prandaj protestojnë qytetarët sot. Këtë ki parasysh sa herë që flet për opozitën. Faleminderit. Zoti Redi Muçi. Faleminderit, zoti kryetar. Në ditën e 54 të protestës, ditë që sot në fakt nisi që në mëngjes me vezë dhe me dhunë policore, aq sa një xhaxh me biçikletë aty tha po i shpëtoni vezëve, por jo urrejtjes së popullit. Doja të bëja një thirrje deputetët majorancës që e kanë për herë të parë mandatin në këtë sallë ashtu si unë. I kemi ndjekur punimet në kuvend deri në këto momente, kanë qenë të shumta edhe ato tema që janë komentuar nga deputetët që nga zgjatja e afatit territoriale duke marrë një përgjigje nga zoti Balla, duke ju përgjigjur jo vetëm zotit Boçi që e ngriti si shqetësim, por edhe opozitës, duke ju thënë që ai tren ju ka ikur sepse keni munguar në ato takime, ndërsa kujtojmë edhe një herë atë çfarë ka ndodhur vetëm përpara se të fillonte kjo seancë parlamentare përpara kuvendit. Protestuesit janë mbledhur aty dhe pikërisht pra ka pasur një përplasje mes protestuesve dhe policisë. Policia ka përdorur edhe gaz lotësjellës ndaj protestuesve, sigurisht edhe autobotet me ujë apo edhe spraj me piperi. Shohim këto pamje të drejt për drejta që duket se situata është qetësuar deri në atë pikë sa policia të filloi me pastrimet e ambienteve për rreth kuvendit në këto momente, sikurse e shohim nga pamjet. Ende protestuesit nuk janë larguar, situata duket e qetë përmes këtyre pamjeve që transmetohen drejt për drejt në A2CNN, vijojnë të qëndrojnë aty, ndërsa vijon edhe seanca parlamentare, e qetë sigurisht edhe në kuvend, situata është e qetë edhe jashtë sallës së kuvendit, ndërsa kemi edhe Igri Çelmetën në lidhje të drejt për drejt për të na risjellë në vëmendje edhe një herë çfarë ka ndodhur përpara se kjo seancë të fillojë mes protestuesve dhe policisë. Igri, shohim që situata tani është e qetë, protestuesit vijojnë aty, janë më të pak në numër, janë shpërndar një pjesë e tyre, si është gjendja fizike e tyre pas përdorimit edhe të gazit lotësjellës apo të mjeteve të tjera të policisë. Disa prej tyre, 2 me sa kemi parë në pamje, ndoshta ke informacione edhe për të tjerë, janë shoqëruar edhe drejt mjediseve spitalore për të marrë një ndihmë më të specializuar. Poloneta, situata vijon të jetë e qetë, protestuesit vijojnë të qëndrojnë pra nga hyrja tek pedonalja, pranë Toptanit, të zhvillojnë protestën e tyre pas përplasjeve të ashpra që pati në fillim mes protestuesve dhe policisë të shtetit, pra pati qytetar protestues të lënduar, po ashtu edhe efektiv policie.
Nga informacionet që kam, 5 qytetarë protestues janë dërguar në ambulancë, në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ku shumica prej tyre kanë pasur djegje në fytyrë për shkak të gazit locellës dhe sprajt me piper që përdori policia për të shpërndarë turmën në momentet e para ku pati përplasje mes tyre, ku qytetarët protestues qëllonin me vezë dhe domate në drejtim të policisë, pasi kërkonin që të hape kordoni me efektiv policie dhe qytetarët protestues të shkonin pranë parlamentit për të protestuar si në protestat e mëparshme, pasi perimetri i sigurisë në protestën e sotme është zgjeruar. Tashmë situata është e qetë, janë po të njëjtit protestues si në fillim, të cilët janë duke zhvilluar protestën e tyre me thirrje dhe pankarta në duar, nuk ka pasur përplasje në fakt deri në këtë moment mes qytetarëve protestues dhe policisë së shtetit, edhe pse 3 autobot me ujë vijojnë të qëndrojnë në gatishmërinë nëse do të jetë nevoja për të ndërhyrë për të shpërndarë turmën. Ndalemi pak të autobotët me ujë dhe substancat e përdorura kundrejt protestuesve në këtë protestë, pasi kemi parë edhe pamjet që ju na keni mundësuar nga terreni pikërisht ngjyrën e ujit që të kishte mbetur në rrugët pra përreth ambienteve të kuventit në ngjyrë blu. Kjo ka shqetësuar edhe qytetarët apo jo, duke u munduar të marrin edhe mostra prej këtij uji për të ditur se me çfarë substancash policia ka tentuar të shpërndajë këta protestues. Poloneta, në fakt qytetarët protestues kanë pasur djegje të shumta në fytyrë dhe në trup, ku ata pretendojnë që autoboti me ujë, të cilin policia e shtetit e përdori për të shpërndarë qytetarët protestues, pra për të shpërndarë turmën, ka pasur brenda solucion i cili i ka sjellë këto dëmtime. Madje disa protestues morën disa mostra të ujit, i cili ndodhej në trotuar, pra uji ngjyrë blu, ku qytetarët pretendojnë se ky ujë pra është përdorur nga policia për t'i shpërndarë dhe sipas tyre ka solucion dëmtues për shëndetin e tyre dhe prandaj morën dhe mostra me ujë për të parë se çfarë solucioni është përdorur gjithmonë sipas pretendimeve të qytetarëve protestues. Gjithashtu është përdorur pra spraj me piper, gjithashtu dhe në brendësi të ujit pra të autobotit me ujë dyshohet se ka pasur pra spraj me piper, djegje pra uji ka shkaktuar djegje në lëkurë dhe në trup qytetarëve protestues, prandaj shumica prej tyre janë larguar duke marrë ujë qumësh, duke përdorur qumësh dhe uthull për të hequr djegjen që kanë pasur pra nga spraj me piper, autoboti me ujë, po ashtu dhe gazi locellës. U hodhën dhe 2 herë gaz locellës për të shpërndarë turmën, duke shkaktuar dëmtime qytetarëve protestues. Por përveç djegjeve në fytyrë dhe në lëkurë në trup, pati dhe një qytetar protestues i cili kishte një çarje në kokë dhe ishte i gjakosur, i cili u dërgua me ambulancë drejt spitalit. Gjithashtu kemi dhe anën tjetër ku janë të dëmtuar edhe efektiv policie. Sipas informacionit, gjendja shëndetësore është stabilizuar, të gjithë personat pra qytetarët protestues të lënduar në gjendje shëndetësore të stabilizuar, po ashtu edhe punojësit e policisë të cilët kanë mbetur të lënduar, pasi kemi edhe anën tjetër të medaljes, ku kemi edhe efektiv policie të cilët kanë mbetur të lënduar si pasojë e përplasjes mes protestuesve dhe policisë së shtetit, sidomos pra në lokacionin pra ku ne jemi vendosur në hyrjen nga Toptani drejt pedonales për të shkuar te parlamenti, ku është numri më i madh i qytetarëve protestues të vendosur, që prej nisjes së protestës qytetarët erdhën të grumbulluar nga sheshi Skënderbej dhe më pas marshuan në lokacionin ku ne jemi aktualisht, pra nga hyrja nga Toptani tek pedonali që të çon drejt të parlamentit. E theksove Ili që duhet të flasim dhe të japim detaje për të 2 anët e medaljes, si nga ana e protestuesve ashtu edhe nga ana e policisë, përpara se të fillonte në fakt përplasja që çoi edhe në përdorimin e gazit lotësiellës ndaj protestuesve, ka pasur policë të dëmtuar, duke parë edhe pamje që janë shpërndarë edhe nga deputetët me kokën të gjakosur. Cilat kanë qenë masat që ka marrë policia për të mbrojtur dhe veten gjatë kësaj proteste, duke e ditur që nga protestat e kaluara se cilat do të ishin këto mjete simbolike që do të përdoreshin kundrejt tyre? Sidomos për deputetët, pra e nisur me deputetët, por ata janë në vit parë.
Në fakt krahasuar me protestat e mëparshme para parlamentit, protesta cilës solli dhe përplasje të ashpra, për protestën e sotme policia ka marrë masa më të rrepta dhe të shtuara, duke shtuar edhe numrin efektive të policisë të angazhuar, janë mbi 1200 forca policore të angazhuar për mbarvajtjen e rendit dhe të sigurisë. Kemi efektiv policia nga forcat e rendit, të cilët nuk kanë pra mbrojtëse, por kemi efektiv policia nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë mbrojtëse, po ashtu edhe efektivat e shqiponjave, por në nisjet e protestës, siç u pa nga pamjet e transmetuara drejt për drejt, kishte video ku një punonjës polici ishte goditur me një send të fortë në kokë dhe ishte i gjakosur. Ky dëmtim i punonjësit të policisë ndodhi pa nisur akoma përplasje e ashpër pra tek lokacioni tek pedonalia, ku fillimisht të protestuesit të hodhën në vezë dhe domate në drejtim të policisë së shtetit, pasi panë që nga hyrja e pedonales po futeshin deputetët e mazhorancës për të shkuar në parlament. Aty situata u agravua dhe nisën përplasjet e ashpra mes qytetarëve dhe policisë së shtetit. E që artikli, faleminderit edhe për këto detaje që përcollen këto momente. Ne I rikthehemi edhe një herë punimeve në Kuvend. Sigurisht vazhdojnë replikat dhe debatet për çështje të caktuara që deputetët po zgjedhin të ngrenë në këto momente në atë fjalën e tyre që po mbajnë përpara kolegëve. Sot të flitet këtu, ne të thuhet gjithçka mund të mendoj dhe mund mos të mendoj se mund të thuaj, po që të flisni ju për protest, mua më duket e tepërt. Flisni për protest ju që vrat 4 protestues mes ditës, mes bulevardit. Flisni për drejtësi ju që ende në fakt do duhet ishte bërë drejtësi për Gërdecin. Flisni ju për arsimin që 1 lek nuk e hodhët në rekonstruksion të shkollave, jo më të flasim për ndërtimin e shkollave të reja. E flisni për arsimin ju që diplomat jepeshin rrugëve nga universitete Vitrina & Co. Flisni ju për korrupsionin që doganat e tatimet në kohën tuaj lulëzonin nga korrupsioni e bizneset niptet nuk I kishën, ndërkohë që sot fal gjithë procedurave që janë bërë për digitalizimin e shërbimeve ka ikur edhe perceptimi për korrupsion në doganat e tatime. Flisni për shëndetësinë ju që një investim serioz në spitale nuk e bët e nuk flisnim dot fare këtu për qendra shëndetësore. Flisni ju për turizmi që kishte 2 milion turistë në total me gjithë emigrantët dhe një kokër legu nuk e hodhët a një nismë politike nuk e bët për të mbështetur zhvillimin e gjithë linjës së biznesit në turizëm. Flisni ju për biznesin. Flisni ju për biznesin. Ju biznesin nuk e mbështetët kur me asnjë program me nis, ndërkohë që sot flasim për një nga programet më serioze që mbështet biznesin pikërisht kjo qeveri në të gjithë Shqipërinë. Flisni ju për energjinë që në vitin 2013 ishte një nga sektorët më problematik, për mos të folur këtu për gjobat nga 1,5 milion që ishën vënë pa djenim fare të gjithë abonentëve. Flisni ju për muzet që kishte lënë në mëshirë të fatit. Shiko, sfidat e kësaj qeverie me të vërtet janë të jashtëzakonshme akoma, por ajo që ne më së shumti na bën krenar dhe të lumtur është që sfidat kanë ikur nga bazike e ofrimit të shërbimit dhe kemi arritur totalisht në sfidën e ofrimit të shërbimit me standarde europiane. Zoti Lamallari, Ministri Lamallari, ju lutem. Faleminderit kryetar, në përgjigje të interesimit të deputetit Gjek Markaj lidhur me lëndet e përdorura nga Policia e Shtetit, konfirmoj që lëndet janë RSG 8, TW1000 profesional dhe VESK RSG 8000 special, që janë lëndë speciale irrituese profesionale për vetë mbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, të cilat janë të certifikuar nga kompanitë prodhuese dhe përdoren nga forcat policore në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, këtu lajmi nuk është spray përdorur, sepse është dëgjuar dhe më herët për sprayin e arive. Lajmi këtu është që kishte lezet partia e molotovarëve se I dilte mballë gjës me njerëzit me kapuçe me molotov atëherë, por tani që hedhin gurin dhe fshehin dorën të shndrohet nga partia e molotovarëve në partia e skuthave, bashkë me në produktet e tyre, të cilët kërkojnë paguar njerëz dhe mendojnë se protesta mund të bëhet me mercenar të paguar, kjo nuk ndodh kur.
partia e skuthave, e cila nuk mund flasë për policinë e shtetit dhe Gardën e Republikës, që nuk kanë krahasim ato të 2011-ës që ne gjetëm dhe kur flitet për protesta, paktën ju duhet të rini urt dhe mos jepni moral, mos bëni moral për policinë e shtetit. Në përgjigje të pyetjes që bëri deputeti, dhash një përgjigje që mbaj përgjegjësitë plot, por edhe një herë për protestën ju nuk mund të flisni, largoni njerëzit me kapuça që aty, përpara se t'i largojë policia dhe nuk keni asnjë të drejtë morale të pretendoni se ju përfaqësoni zërin e protestës atje. Largoni vetëm njerëzit me kapuça dhe policia po bën detyrën e saj konform ligjit për të garantuar mbarvajtjen e protestës. Dakord. Zoti Tedi Blushi. Zoti Flamur Noka. Që të them? Listë gjatë. Që të bi listës? Edhe pak dhe do të ndërpresim. Po ju paralajmëroj që do të ndërpresim fjalën procedurë se janë 20 vetë të regjistruar dhe askush nuk flet procedurë. Zoti Noka. Tani teksa dëgjon këtë ministër këtu mrapa, seriozisht ndjen keqardhje për nivelin ku është katandisur shteti shqiptar. Shikojeni, e pat se çfarë tha, e dëgjuat çfarë tha ky ministër, ky është ministri, ja. Shikojeni, ka turp më të madh. Po ç'ministri je ti mo? Po ç'ministri je ti mo? Po ti je ushtari Ertion Bisit, mos Ertion Bisit a drejton policinë, ministrin. Po ti je zari i Tan Leprit, more. Po ky shtet, ja ku e keni, mo. Ky shtet ka Tan Leprin ministër, mo. Tan Lepri dhe Ertion Bistri urdhërojnë policinë e shtetit dhe bëjnë emërime dhe çemërime në policinë e shtetit. Prandaj e policia e shtetit si band me qytetarët, mo. Po ku je tim? Po ç'a jeni ju, mo? Po nuk keni asnjë lidhje, ti s'ke asnjë lidhje me shtetin. Po ju nuk keni asnjë lidhje me shtetin, ju i thjesht keni po lidhje me bandën. E përmendi ai termin përdhunim. Kjo anë nuk e njeh si term. Sepse as e ka ushtruar kur, as nuk ka pranuar kur. Por më të përdhunuar se ti s'ka pas ky parlament as ka për të pas. Pse? Të ka përdhunu Sueli. Dhe unë e ti e di mirë shumë. Të ka përdhunuar Sueli edhe në 8 mëngjesit. E di mirë shumë. Unë po citoj Zoti Peleshi. Unë po citoj ato që u thanë. Unë nuk po them asnjë temë të ri që të më thuash. Prit një sekond. Të ka përdhunuar Sueli dhe ne e dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Edi Rama. Dhe ne dim shumë mirë. Të ka përdhunuar Ky Sagasi. Kur të fluturoj për Reckash. Dhe atëherë tentove të bëndshosh, po jo të reagosh. Prandaj ti e ke qef termin përdhunim, sepse je rritur mes përdhunimesh. Prandaj mos guxo t'ja thuash kur as qytetarëve, jo më t'ja thuash dikujt tjetër. Atë sindom nga i cili ke vuajtur dhe të ka bashkëshoqëruar gjatë gjithë jetës tënde. Morë vesh, për sa i përket çështjes, po, ka rendite sot. Por rendite mbi gjitha rendet e ditës është zëri qytetarëve. Dhe atje për jashta, prej 50 ca ditësh janë qytetarët që flasin, sepse ju nuk i përfaqësoni ata. Nuk vendosemi edhe një herë që protestuesit jashtë parlamentit, ata kanë kërkuar sërish ndihmën e forcave mjekësore pikërisht për një prej protestuesve. E shohim nga pamjet e drejt për drejta që autoambulanca është mes protestuesve dhe po shoqëron një prej tyre në gjendje më të rënduar shëndetësore. Për gjitha detajet na jep Igli në këtë moment që e kemi lidhje të drejt për drejt për të na treguar pak më shumë se si arritëm deri në këtë pikë, duke parë që vetëm pak minuta më parë Loneta ambulancës sapo ka marrë një qytetar protestues të lënduar, ku protestuesit kërkuan që të hapej rruga dhe ambulanca të merrte pra të lënduarin, i cili nuk dje mirë, pra ishte në gjendje shëndetësore jo të mirë. Ambulanca ka ardhur me një herë ku protestuesit e kanë ndihmuar ambulancën të hapet rruga dhe më pas
një person i cili ishte në gjendje të fikti është marrë nga ambulanca për të transportuar në spital. A ka të tjerë protestues që Tashmë duket se situata nuk është janë më në e gjendje qetë, të mirë ambulanca. shëndetësore, pritet që ambulanca të kthehet apo situata është më e qetë pas shoqërimit të një prej protestuesve drejt ambienteve spitalore? Situata është më e qetë pas shoqërimit pra të një personi i cili nuk ndjehej mirë, kishte një gjendje të fikti, ndërkohë një ambulancë tjetër që ndron në gatishmëri në distancë nëse ka nevojë që qytetarët të tjerë protestues pra të marrin në ndihmë mjekësore. Qytetarët protestues janë treguar bashkëpunues me ambulancën ku kanë hapur rrugën me thirrje të hapni rrugën ambulancës dhe më pas i lënduari pra i cili ndjehej në gjendje të fikti është dërguar për në spital. Është vetëm pasojë e përdorimit substancave vetëm pak minuta më parë të policisë së shtetit apo ka pasur edhe tensione të tjera, agravime, qoftë edhe ndjerje keq për shkaqe të tjera, me aq sa dim sigurisht. Deri në këto momente nuk ka pasur tensione dhe përplasje të tjera mes policisë dhe qytetarëve protestues, ende nuk dihet sepse pra qytetari që dërguar në spital ishte në gjendje shëndetësore jo të mirë, pra në gjendje të fikti. Nuk e dim nëse është lënduar gjatë përplasjes së mëparshme mes policisë dhe qytetarëve, ku policia hodhi gaz blocellës praj me piper dhe ujë në drejtim të protestuesve, apo është një gjendje shëndetësore e cila ka pasur pra pasoja të tjera. Në këtë Igli, faleminderit për detajet që përcolën, ndërsa protestuesit kanë tentuar të bllokojnë edhe rrugën në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara Ministrisë së Brendshme. Është Adelina Unuzi aty që na jep pak më shumë detaje për atë çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Një tentativë, Adelina, e protestuesve për të bllokuar rrugën ka rezultuar e suksesshme apo është menaxhuar nga policia e shtetit? Në fakt, Leoneta, një nga zonat që u konsiderua si më të qetat për protestin e ditës së sotme, pak momente më parë pati pak tension, protestuesit tentuan të bllokonin rrugën momentin që semafori ishte me të drejtën e automjeteve, megjithatë ishte policia e shtetit që ndërhyri në mënyrë të menjëhershme. Në momentet e para ishte një farë konflikti mes protestuesve dhe qytetarët që ishin nga automjetet, pati momente ku ata dolën edhe nga automjetet e tyre dhe ishin duke diskutuar në mënyrë të tensionuar me njëri tjetrin, megjithatë ndërhyri policia shtetit. Nëse shikojmë edhe nga pamjet që kam pas, shikojmë që ende një pjesë e protestuesve janë duke diskutuar edhe duke folur me policin për atë çfarë ndodhi dhe duhet thënë që ka pasur vazhdimisht tentativa për të komunikuar edhe për të kërkuar për më tej. Siç ka qenë edhe në fillim të protestës, momenti kur policia doli nga gardi metalik për të mbrojtur pjesën para në mënyrë që të kishin mundësi të futeshin zyrtarët në parlament dhe më pas ka vijuar edhe gjatë këtij momenti. Duhet thënë që tensioni që ishte për shkak të bllokimit të rrugës zgjati pak minuta, duke qenë se edhe u ndërhyr në kohën e duhur. Në fakt, ne kemi mundësi që t'i shohim këtë pamje edhe në ekrana dy CNN në këto momente. Ka ndodhur vetëm pak minuta më parë. Adelina po sqaron pak më shumë atë çfarë ndodhi mes protestuesve dhe qytetarëve në tentativën e tyre për të bllokuar këtë aks rrugor, një ndër akset më të rëndësishme në kryeqytet, duke pasur parasysh edhe orarin këto momente që mund të kalojnë edhe automjetet, ndërsa situata sa i takon protestuesve vjen të jetë e qetë apo po shpërndahen, Adelina, duke pasur edhe parasysh faktin që aty kanë qenë më të pak në numër dhe trazira apo po themi tensione nuk ka pasur para ditën e sotme. Eksakt, tensioni vetëm që mund të përmendet për këtë zonë ishte momenti kur policia doli nga gardi rrethues për të mbrojtur zonën para dhe duhet thënë edhe momentet kur zyrtarët do futeshin për në parlament ku janë qelluar edhe me vezë dhe momenti i fundit sa i përket bllokimit të rrugës, por nuk ka pasur momente të tjera tensioni, duke qenë se protestuesit me njëri tjetrin kanë pasur mundësi të komunikojnë dhe të dinë se çfarë po ndodh në zona të tjera të protestës që kanë qenë paksa më problematike. U bën disa minuta, në fakt duhet thënë, ose ndoshta rreth gjysmore që protestuesit janë shpërndar për të shkuar në zonat e tjera në pikat më kyçe sipas tyre, duke qenë se një pjesë e tyre vinte nga zonat e tjera ku kishin pasur edhe problematika, kemi parë autobotin me ujë dhe më pas u zhvendosën pjesa dërmuese. Kanë mbetur të paktë në këtë zonë për shkak edhe të mungesës rëndësisë në thonjza, siç është konsideruar nga biseda me disa protestues, duke konsideruar pjesën tjetër si më të rëndësishme. Ajo çfarë u konsiderua kyçe për këtë zonë në momentet e para të ditës ishte fakti që një pjesë e zyrtarëve të
të shtetit do të futeshin konkretisht nga kjo hyrje dhe prandaj kanë qenë të vendosur një pjesë e protestuesve këtu. Por duhet thënë që kanë ndikuar edhe fakti që zonat e tjera kanë qenë më të tensionuara dhe protestuesit e kanë parë më me vend për të larguar edhe për të shkuar në zona të tjera. Janë shumë të paktë ata që ndodhen në këtë moment në këtë zonë të protestës. Faleminderit Adelina për detajet, ndërsa ne i rikthehemi punimeve në Kubend. Dhe unë thash që më ka bërë shumë përshtypje që ju të dashurit që ju do shumë protesta, që ata protestuesit shkulin flokët për ju, që ata me zi presin që ju të shkoni dhe ti mbështesni. Dhe unë ju thash një gjë dhe ju bëra një pyetje, këta që ju duan ju kaj shumë, dhe që ju djeg shpirti, ju djeg barku për protestuesit, çfarë kanë këta me kryetarin e partisë tuaj? Sepse një gjë kam dashur t'ua them, po nuk ua kam thënë gjithë të ditë. Në të gjithë, në të gjithë botën ka protesta. Bëhen protesta për kundër qeverive, pa dyshim. Bëhen protesta. Janë të mirëpritura dhe ne e kemi bërë diferencën tonë mes sorrave dhe mes flamingove. Por kjo protest është e vetmja në botë që është kundër kryetarit opozitës. Është protesta e vetme në botë që përmendet kryetari i opozitës. Dhe këta protestuesit, dhe të gjitha që flasin këtu, kjo që folja, i që folja e tjerë mëra, ju e keni natin që nuk e kishit fotografinë mbrëm tek Vallja. Gjithë hallin e keni, pse si ju del fotografia ka Vallja, se thash ka Hallva, se edhe Hallva kujdiet, se kishit edhe. Kështu që ta përfundoj. Jo, faleminderit, s'kam nevojë më ta mbaroj. Zoti Gjekmarka. Ndërkohë ka një listë shumë të gjatë për procedurë, po ju një minut. Dhe pasi të flasin nga një përfaqësues për grupet parlamentare, do ta mbyllim këtu dhe do vjojmë me rendin e ditës, sepse kemi një ditë shumë të gjatë sot me shumë çështje. Absolutisht nuk I mohohet fjala askujt, por absolutisht deri tani asnjë fjalë nuk ka qenë për procedurë. Zoti Gjekmarka, fjala për ju. Klevis, Zoti Vengu, nuk është faj juaj që jeni, të lutën se po flasë, nuk është faj juaj që jeni shtatë shkurtër, faj juaj është që bëni gënjeshtra të gjata, faj juaj është që jeni thekët kulturalisht, faj juaj është që jeni hajdut dhe prindisjeni nga spaku. Unë kur nuk kam nxitur urrejtje fetare, kur në jetën time publike. Unë kam thënë që Mirdita, krahina më e madhe e Shqipërisë, është coptuar në 5 rrethës e Shqipëria në Ballkan. Kam thënë që katolicizmi është vlerë universale. Unë jam krenar për katolicizmin shqiptar. Jam krenar për harmoninë fetare shqiptare. Unë do të citoj këtu, por ti je ignorant, e çrem Çabel Ismail Kadaren. Ti s'e ke lexuar Shqipëria mes linjës dhe perëndimit. Ti s'e ke lexuar identitetin evropian të shqiptarëve, I cili thotë katolicizmi është ura e pandërprerë e Shqipërisë me Evropën. Ku ka këtu përçarje fetare? Jeni gënjeshtar dhe abuzues, kërko falje. Turp kesh. Replik për çfarë? Zoti Sali Berisha, replik dhe më pas një sekond, dhe më pas kërkoj 5 minuta konsultim me kryetarët e grupeve si do vijoj seanca. Atë e di unë, Zoti Balliu, kur ta keni ju këtë përgjegjësi, unë nuk mund ta lë seancën të vazhdoj pa filluar. Gjithë ditën ndërkohë që kemi 33 çështje sot. Kështu që mos u mërzit, sepse do jesh I detyruar të zbatosh vendimarrjen pas konsultimit me kryetarët e grupeve. Denoj me forcën më të madhe brutalitetin, egërsin ndaj protestuesve, të narkopolicisë, të fallangave të krimit, ndaj djemve, vajzave, burrave, grave idealist, që nuk ju njohin. Ju
për parlament, që kërkojnë shkrirjen e parlamentit, dhe ju rezervoni armë kimike, lëndë djegëse, helme toksike, i shpalni terrorist këtu, ne me kryetarin tuaj. A e kuptoni apo jo? Si mund të përfaqësoni ju qytetarët? Qytetarët i përfaqësojnë ata, të cilët kërkojnë Tike Edi Rama. Njeriu, që ndërtoi në Shqipëri shtetin e drogës. Njeriu, që përzuri nga Shqipëria në 10 vite, me politikat e tij, mbi 47% të shqiptarëve. Njeriu, që krijoi pasuri prallore për veten dhe familjen e tij, që vetëm oborrin e ka 9.000 metër katror. Palerë sarajet pastaj. Njeriu, i akuzuar në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, se ka transportuar me 140 udhëtimet e tij me avion taksi, tonelata drogë, tonelata euro droge, se ka transportuar valixhe diplomatike me shumë se të gjitha qeveritë europiane të marrë së bashku. Përfundoni ju lutem. Ti përfaqësoni Lumi Ballukun, edhe ti që fole para që ju të gjithë ju jeni bërë simboli vjedhjes shqiptarëve. Ndaj dhe kjo urrëtie popullore pa përmbajtur ndaj jush. Sot parlamenti duhet vendos fundin e tij. Krimin e qeverisë kujdestare për zgjedhje të lira të ndershme. Shkoti dhe bëj kafete e lubistit, pra të punë kënë, si e për gjatë tjetër, se... Po, lërë, mos në rry, kur flasë unë, mos në rry. Mos në rry të jam topjo. Pra, të gjitha këto, ktheuni në njeri në qofë se u ka ngelur, qoftë një nonagram moral njërzor. Nuk keni më të drejtë të qeveristi. Hisi do nga dhuna dhe i protestuesve. Plotësoni kërkesat e tyre. Janë kërkesa legjitime. Janë kërkesa drejta. Janë kërkesa që i mbështesin 96% e shqiptarëve. Po ju se bëni do të kthe se keni frikë nga vjedhjet që keni bërë. Keni frikë nga krimet që keni kryer ndaj tyre. Keni frikë nga urrëtia e papërmbajtur e tyre. Po më mirë sot se nesër do ta bëni patjetër, po atëherë do t'i bini kokës me grushta. Me grushta. Ka fjala zoti Berisha, faleminderit. 5 minuta pushim. Dhe që të rejmesi për të bje djele, këtë është jene që s'kanë që bërë. Kam punë në komodo, pa maro. Kam që ditë në punë edhe dje 3 ora që ka aksidenti, se në edhe aksidenti të këtë. Kemi ndjekur deri në këtë momente në këtë transmetim maraton ato çfarë ka ndodhur jashtë ambienteve të parlamentit, sigurisht edhe punimet në kuvend, ka pasur tensione të shtuara përplasje mes policisë dhe protestuesve për të mbrojtur deputetët të futen të sigurt në sallën e parlamentit. Ndërsa ne kemi mbërritur në fund ta dy sot, por sigurisht do t'jeni në puls me Andi Nuraj në vijim për të ditur se çfarë po ndodh me detaje, si me protestën ashtu edhe me seancën plenare, me analiza e komente në studio. Bashkëshihemi në orën 15 deri atëherë mirupafshim.